Autoritetet në Arabinë Saudite kanë mbyllur 10 klube, ambiente nate që ofrojnë muzik live dhe shisha në qytetet kryesore si Riyadh dhe Xheda, me arsyetimin zyrtar të shkeljeve të rënda të rregullave të shëndetit dhe higjienës publike. Megjithatë, kjo fushat ka nxitur debate të forta në opinionin publik, duke u interpretuar nga shumë si pjesë e një reagimi konservator kundër hapjes sociale që ka ndodhur gjatë viteve të fundit në mbretëri. Lonxhet janë shndërruar në simbole të liberalizimit të Arabisë Saudite në drejtimin e princit kurorës Muhamet bin Salman. Pas dobësimit të policisë fetare në vitin 2016, vendi ka përjetuar ndryshime të thella kulturore, si lejimi i koncerteve, kinemave dhe ngjarjeve të mëdha sportive. Në këtë kontekst, klubet apo baret u shfaqën si hapësira ku burrat dhe gratë mund të argëtohen së bashku, të dëgjojnë muzikë, të pinë shisha, një lloj argëtimi më i përballueshëm për shtresat e mesme dhe emigrantët, krahasuar me eventet luksoze si koncertet ndërkombëtare apo garat e Formula 1-s. Megjithatë, rritja e shpejtë e këtyre ambienteve në zonat urbane ka ngjallur shqetësim mes konservatorëve, të cilët i shohin si vendet pamoralshme ku mund zhvillohen aktivitetet paligjshme si përdorimi i alkoolit ose drogës. Disa qytetarë kanë ngritur zërin për mbylljen e tyre duke i konsideruar si kërcënim ndaj rendit dhe moralit publik. Nga ana tjetër, mbështetësit i shohin ato si pjesë e natyrshme e zhvillimit urban dhe rritjes së cilësisë së jetës.